Në vitin 1914, vetëm 2 vjet pasi Shqipëria shpalli pavarësinë, një nga njerëzit më të fuqishëm të botës hapi një hartë të Ballkanit dhe filloi të shpjegonte se si do të ndahej vendi ynë. Sipas planit të tij, Shqipëria nuk duhej të ekzistonte më. Veriu do t'i jepej Serbisë, jugu do t'i jepej Greqisë, ndërsa Vlora do t'i kalonte Italisë. Ky plan nuk u bën në ndonjë tavolinë të fshehtë të Ballkanit, por në oborrin e perandorisë më të madhe të kohës. Ai u propozua nga cari i Rusisë, Nikolasi II. Në këtë video do të zbulojmë një nga planet më pak të njohura për zhdukjen e Shqipërisë nga harta e Evropës, çfarë ndodhi me vendin tonë në vitin 1915 dhe si përfundoi tragjikisht vetë cari rus që kishte imagjinuar këtë ndarje. Por para se të vazhdojmë, nëse ju pëlqejnë histori të tilla të fuqishme dhe pak të njohura, pëlqejini videon dhe abonohuni në kanal që të mos humbisni episodet e ardhshme të Histori Epike. Tani le të kthehemi në fillim të shekullit 20, sepse për të kuptuar pse Shqipëria rrezikoi të zhdukej nga harta vetëm 2 vjet pas pavarësisë, duhet të kuptojmë se si dukej Ballkani në atë kohë. Në fillim të shekullit 20, Ballkani ishte një nga rajonet më të paqëndrueshme në Evropë. Perandoria osmane e cila për shekuj kishte sunduar këtë rajon, po shembej. Shtetet e reja ballkanike po përpiqeshin të zgjeronin territorin e tyre dhe çdo kufi po diskutohej me armë dhe diplomaci. Në vitin 1912 shpërtheu lufta e parë ballkanike. Serbia, Greqia, Mali i Zi dhe Bullgaria u bashkuan kundër perandorisë osmane dhe brenda pak muajsh pushtuan shumicën e territoreve të saj në Ballkan. Në këtë kaos historik, shqiptarët shpallën pavarësinë me 28 nëntor 1912, por kjo pavarësi nuk u pranua lehtë nga fqinjët. Serbia kërkonte dalje në det nëpërmjet Shqipërisë, Greqia pretendonte jugun e vendit, Mali i Zi kërkonte Shkodrën dhe Veriun. Fuqitë e mëdha evropiane u detyruan të ndërhynin për të vendosur kufijtë e shtetit të ri shqiptar. Në konferencën e ambasadorëve në Londër në vitin 1913 u njoh shteti shqiptar, por ai u krijua i dobët, i vogël dhe me shumë territore shqiptare jashtë kufive të tij. Por edhe ky shtet i vogël nuk ishte i sigurt, sepse vetëm një vit më vonë Evropa do të hynte në një luftë që do të ndryshonte gjithçka. Në verën e vitit 1914 në Sarajevo u vra arkiduka austriak Franz Ferdinandi. Kjo ngjarje ndezi zinxhirin e aleancave që çoi në luftën e parë botërore. Evropa u nda në 2 kampe të mëdha. Nga njëra anë ishin Rusia, Franca dhe Britania. Nga ana tjetër ishin Austro-Hungaria dhe Gjermania. Ballkani u kthye me njëherë në një nga frontet më të rëndësishme të luftës. Dhe pikërisht në këtë moment në oborrin e perandorisë ruse u diskutua një plan që do të kishte zhdukur Shqipërinë nga harta. Në nëntor të vitit 1914, car Nikolasi II bisedoi me ambasadorin francez në Shën Petersburg, Maurice, paleolog. Sipas kujtimeve të ambasadorit francez, cari hapi një hartë të Ballkanit dhe filloi të shpjegonte se si mund të zgjidhej problemi i rajonit. Plani i tij ishte i qartë. Serbia do të merrte Bosnjë-Hercegovinën, Dalmacin dhe Veriun e Shqipërisë. Greqia do të merrte jugun e Shqipërisë. Italia do të merrte Vlorën. Ndërsa Bullgaria do të kompensohej me territore në Maqedoni nëse qëndronte neutrale. Me fjalë tjera, Shqipëria do të zhdukej.
Territori i saj do të ndahej mes fqinjave. Por historia nuk ndalet vetëm tek planet, sepse shumë shpejt këto plane filluan të shndroheshin në realitet. Në vitin 1915 ushtria serbe hyri në territorin shqiptar. Ajo pushtoi disa nga qytetet më të rëndësishme të vendit: Elbasanin, Tiranën, Kavajën, Ishmin. Në të njëjtën kohë, Mali i Zi pushtoi territore në veri dhe avancoi drejt Shkodrës. Shqipëria u kthye në një territor të pushtuar dhe të shkatëruar nga lufta. Qeveria shqiptare pothuajse nuk ekzistonte më. Shteti i ri shqiptar ishte në prag të zhdukjes. Por historia mori një kthes të papritur, sepse lufta në Evropë ndryshoi gjithçka. Në fund të vitit 1915 dhe në fillim të vitit 1916, ushtria austro-hungareze filloi një ofenzivë të madhe në Ballkan. Ajo dëboi ushtrinë serbe nga Shqipëria dhe pushtoi shumicën e territorit shqiptar. Serbët dhe malazezët u tërhoqën. Shqipëria mbeti nën kontrollin e Austro-Hungarisë për disa vite. Kjo nuk ishte pavarësi e vërtet, por një gjë ishte e qartë. Plani për zhdukjen e plotë të Shqipërisë nuk u realizua. Ndërkohë në një cep tjetër të Evropës një dramë edhe më e madhe po zhvillohej. Në Rusi lufta kishte sjell varfëri, uri dhe pakënaqësi të mëdha. Perandoria ruse, një nga më të mëdhat në botë, po lëkundej. Në vitin 1917 shpërtheu revolucioni rus. Protestat, grevat dhe rebelimet u përhapën në të gjithë vendin. Car Nikolasi II u detyrua të abdikoj. Pas më shumë se 3 shekujsh sundimi, dinastia Romanov ra nga pushteti. Por tragjedia e familjes perandorake nuk ishte përfunduar. Një vit më vonë, në korrik të vitit 1918, cari dhe familja e tij u mbajtën të burgosur nga bolshevikët në qytetin e Jekaterinburgut. Në mes të natës, ata u nxorën në një bodrum dhe u ekzekutuan. Car Nikolasi II, gruaja e tij dhe fëmijët e tyre u vranë. Perandoria që kishte sunduar Rusin për shekuj u zhduk. Historia shpesh është plot me ironi të mëdha. Njeriu që kishte diskutuar ndarjen e Shqipërisë dhe zhdukjen e saj nga harta e Evropës përfundoi duke humbur gjithçka: fronin, perandorin dhe jetën. Ndërsa Shqipëria, edhe pse e dobët dhe e rrethuar nga armiq, arriti të mbijetoj. Vendi ynë u pushtua, u shkatërrua dhe u përdor si fushë beteje gjatë luftës së parë botërore, por nuk u zhduk. Dhe kjo është një nga arsyet pse historia e Shqipërisë është një histori e mbijetesës. Nëse ju pëlqeu kjo histori dhe dëshironi të shihni më shumë tema të tilla pak të njohura nga historia jon, shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.